Mes melanomas dhe kancereve të tjera të lëkurës, doktoresh, në mënyrë që edhe ne vetë ta dim pak një krahasim ta bëjmë? Melanoma është më i rrezikshëm. A kupton? Sepse metastazon më lehtë. Pastaj kemi edhe quhen melanoma dhe kanceret jo melanotike. Domethënë kanceret që nuk kanë ngjyrë, janë këta të tjerë, që nga këta tjerë prap ka të rrezikshëm. Spinalioma është Merkel cell karcinoma që prap janë të rrezikshëm. Po, kur një puqër, domethënë e del, gjakos, domethënë e bardh, ma shumë frikohen edhe lajmërohen tek mjeku, sepse kur është një ndryshim i zi, që edhe nëse ndryshon, frikohen shumë. A kupton? Prandaj dallimi mes tyre janë ndryshimet e zeza edhe jo të zeza. Edhe pse nuk ka vit të prerë, sepse edhe melanoma ka disa ftyra. Mund t'jetë i kuqremt, mund t'jetë me ngjyrë lëkurës, domethënë pa ngjyrë. Po prapë ndarja është melanotike dhe jo melanotike, kanceret.